Një 38 vjeçar shqiptar u dënua me 4 vjet burg për 72 grabitje dhe tentativa grabitjeje midis korrikut 2019 dhe dhjetori 2024 në të gjithë Francën. Ilir Dodaj ishte kthyer në tmerrin e banorëve në disa zona të Francës. Sipas mediave franceze, ai kishte organizuar dhe realizuar 10 grabitje, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Prokurorët thanë se ai ishte një hajdut profesionist. Dodaj u arrestua më 24 dhjetor 2024 në Belgjik, ndërsa po bëhej gati të fluturonte për në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë. Pas një urdhër arresti evropian të lëshuar nga gjyqtari jetues, autoritetet franceze kanë bërtoditur se aktiviteti kriminal ishte i shtrirë në disa zona dhe se i dënuari kishte kryer vjedhje të shumta për një periudhë të gjatë, derisa u arrestua dhe u nxor para drejtësisë. Pas shqyrtimit të dosjes, gjykata vendosi dënimin me 4 vite burg të plot, duke e konsideruar të rënd numrin e madh të veprave penale dhe përsëritjen e tyre në disa rajone të vendit. Ky është një tjetër rast i trajtuar nga drejtësia franceze në kuadër të luftës kundër vjedhjeve dhe krimit organizuar, ku autoritetet po shpërsojnë masat ndaj autorëve të veprave penale.